Përgatitjet për dasma tashmë kanë filluar. Marrja e nuseve, veçanërisht në rajonin ton, ka një kosto relativisht të lartë, duke përfshirë blerjen e fustanave, veshjeve tradicionale dhe veçanërisht blerjen e stolive të arit. Artarët thonë se kohëve të fundit, rritja e çmimit të arit ka arritur kulmin. Çmimi dhe kriza ekonomike ndikon në atë që qytetarët të blejnë më pak stoli ari, thot artari Mensur Arifi, i cili për mbi 40 vjet merret me këtë zanat. Çmimi i arit ka mërë kulminacionin kur rekord është botëror, që nuk mbahet mend ka çmimin alt, po prapa që ka të bëje bën më pak se sa që duhet bëje. Prap diçka blehet, jo sa duhet. Kriza e bën vetën, kriza ekonomike. Steti karatit 103 euro. Ka 14 karatit 80 euro, 75, 70 në varet punimi, se dhe punimi ma shtrinjt, ma lirë, bëde me pi 60 euro e deri 100 euro, është grami i arit, është tepër. Arifi deklaron se qytetarët nuk blejnë arë si më herët, ndalen tek stolit më të nevojshme apo tek ato më minimalet varësisht buxhetit të tyre. Gjithmonë e kërkojmë vitin e kaluam, çdo vit të ardhshëm. Thonë e kërkojmë me punë vitin e kaluam për vitin që vjen. Po unë mendoj se kjo është shumë shtrenjtë, do të shkoj pa ma keq. Gjëja të holla, të lehta, që të vijë çmimi më i lirë. Kjo është ajo që blehet. Stash më nuk bëjnë ato dallime. Atë që ka mundësi e blen, atë që s'ka se ne blen, i merr bizhteri. Edhe pse vitet kalojnë dhe në shikim të parë duket se të rinjt tentojnë t'i ikin paksa tradicionales, kur vjen në shprehje blerja e arit, kjo tradit edhe më tej vazhdon. Dëshira për të pasur sa më shumë stoli ari nuk shuhet edhe pse në pjesën ndërmuese të rasteve, pas përdorimit në vitet e para të martesës, ato ruhen dhe ju lihen trashëgimi pasardhësve.